Edisonat, përshëndes. Përse kjo rritje në numrit të grave të prekura me kancerin e gjirit dhe çfarë thonë mjekët? Sipas mjekëve janë disa faktorë në fakt që janë duke ndikuar në rritjen e numrit të personave, kryesisht të femrat të cilat janë duke u prekur nga kjo sëmundje, por nga ana tjetër duhet të afektojmë se gjithashtu shifrat janë pozitive edhe sa i takon kurimit të kësaj sëmundjeje. Faktorët në fakt kanë të bëjnë kryesisht me gjenetikën e grave, me jetën sedentare dhe mos kujdesin ndaj vetes së tyre, sidomos për grup moshat mbi 45 vjeç, nga ku sipas mjekëve onkolog duhet të fillojnë edhe kontrollet sa i takon sëmundjes së gjirit, e cila nga ana tjetër tashmë në rast të kapet në fazat fillestare është një sëmundje plotësisht e shërueshme. Pra, asnjë grua nuk duhet të ketë frikë të neglizhojë shëndetin e saj, por që duhet të bëjë kontrolle periodike, sidomos ato gratë të cilat kanë edhe historik të familjes së tyre të prekura nga kjo sëmundje. Edhe pse numri është në rritje i rasteve me këtë sëmundje, sipas mjekëve, kjo ka të bëjë me ndërgjegjësimin e femrave. Nga viti në vit, femrat në fakt janë duke u interesuar më tepër për shëndetin e tyre dhe kjo është reflektuar në fakt edhe tek numri në rritje i pacientëve me këtë sëmundje. Sipas mjekëve vihet re në fakt se për shkak të dëndësisë të popullsisë, numri më i lartë i rasteve të konfirmuara me këtë sëmundje mbetet kryesisht në zonat urbane dhe gratë të cilat jetojnë në zona rurale për shkak edhe të numrit më të ulët të popullsisë janë në numër më të ulët të rasteve të konfirmuara me këtë sëmundje. Dhe duke qenë se jemi pikërisht në ndarje të paktën demografike, mjekët apelojnë se shpesh gratë vinë me një vonesë sa i takon avancimit të sëmundjeve të tyre pra mjekëve specialistë, për shkak se shumë prej tyre neglizhojnë apo jetojnë në zona të thella malore dhe nuk kanë informacionet e duhura se ku duhet të drejtohen për ndihmë për këtë sëmundje. Fillimisht çdo grua që jeton qoftë edhe në zonat më të largëta, aty ku mund të ketë një largësi distancë nga mjeku specialist, mund të drejtohen pranë qendrave shëndetësore në lagjet ku ato jetojnë dhe më pas do të jetë mjeku i familjes i cili do t'i orientojë drejt të mjekut specialist për të kryer vizitën e nevojshme. Dhe një vizitë e cila mund të rezultojë jetë shpëtuese, pasi në rast se sëmundja kapet në fazë fillestare kur sapo është diagnostikuar edhe kanceri, mund të jetë e kurueshme dhe gruaja mund të gëzojë një jetë të shëndetshme në rast se sëmundja kapet gjithmonë në kohë. Ndaj apelohet që jo vetëm gjatë muajit tetor, i cili njihet si muaji i sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, por në çdo ditë të vitit, të çdo grua që dëshiron të bëjë një ekzaminim apo një mamografi në rastet kur është e këshillueshme nga mjeku onkolog, mjafton që vetëm me kartën e identitetit të paraqitet pranë qendrës spitalore dhe mund ta kryej vizitën pa asnjë pagesë, pasi ky është një shërbim i cili ofrohet në të gjithë vendin tonë pa asnjë kosto dhe çdo grua mund të ekzaminohet, nuk i kushton më shumë se sa një orë kohë nga dita e saj për të qenë e shëndetshme dhe për të pasur një jetë sa më normale. Ne kemi pyetur në fakt edhe mjekun onkolog, i cili gjithashtu ka disa këshilla për të gjitha gratë të cilat e kanë kaluar moshën 45 vjeç, por edhe për ato të cilat janë më të reja, por që kanë historik familjeje me këtë sëmundje. Mjeku këshillon që Edisona, ndjekim pak se çfarë ka thënë edhe mjeku onkolog. Siç dihet, tetori në të gjithë botën është muaj roz, që është një muaj sensibilizimi për kancerin e gjirit. Tani, nuk është e thënë që duke qenë se është muaj tetor, gratë duhet bëjnë ekzaminimet, sepse ekzaminimet kontrollet duhet bërë çdo ditë, çdo muaj të vitit. Por kjo është një farë sensibilizimi që bëhet, kuptohet për këtë ecuri dhe për këtë sëmundje që fundit është një sëmundje akute dhe ose me fjalë është një sëmundje e cila është shumë e rrezikshme për jetën e gruas.
Tashi me përparimet që janë bërë, me futjen e metodave të reja diagnostikuese, futja e mamografisë, futja e ekos, futja e rezonancës magnetike, qoftë edhe te Spitali Rajonal i Elbasanit, janë arritur që të kemi pasur rezultate shumë të mira, sepse asnjëherë ne nuk pretendojmë që të ulim rastet me kancer, sepse ato do ekzistojnë siç kanë qenë, janë dhe do jenë, sepse ka shumë faktorë, duke filluar dhe faktorët edhe shkaqet janë në rritje gjithmonë, me fjalë duke filluar që nga stresit, duke filluar nga jeta sedimentare, nga të çrregullimet të jetës seksuale të grave, nga problemet e dinamikës që është jeta në vazhdim dhe në zhvillim, por problemi është që duhet patjetër rastet që të kapen sa më shpejt. Dhe këtu është suksesi i mjekësisë, që pse rastet po u kapen sa më shpejt, shërimi është pothuajse 100% i realizueshëm. Edisona, apeli i mjekëve është që të kryhet kontroll në çdo ditë të vitit dhe jo vetëm në muajin tetor. Po, Kassandra, çdo ditë, çdo grua, siç e thash edhe pak më sipër, mjafton që vetëm me kartën e saj të identitetit të paraqitet pranë qendrës shëndetësore apo qendrës spitalore, të paktën në Spitalin e Elbasanit, për të kryer ekzaminimet mjekësore. Siç e tha edhe mjeku dhe siç e kemi përsëritur vazhdimisht, dhe duket në fakt se media e ka bërë punën e saj sa i takon ndërgjegjësimit të grave, duke i muar se mjafton të paraqiten për të kryer një ekzaminim dhe mund të shpëtojnë jetën e tyre. Gjithmonë teksti vendoset tek kapja në kohë e kësaj sëmundje. Mjaftojnë vetëm pak minuta për të kryer këtë kontroll, i cili mund të rezultojë shumë i domosdoshëm dhe jetë shpëtues nga ana tjetër. Rastet e grave të cilat e kanë fituar këtë betejë me këtë sëmundje kanë qenë të pafundme të suksesshme, ndaj edhe kjo sëmundje tashmë mund të themi se gjithmonë duke ripërsëritur në rast se kapet që në fazën fillestare mund të jetë një sëmundje fare mirë e kurueshme dhe gratë të gëzojnë një jetë të shëndetshme pas kalimit të kësaj sëmundjeje. Gjithmonë apelohet për kontrolle të vazhdueshme. Asnjë mënyrë tjetër deri më tani të paktën nuk ka rezultuar e suksesshme se sa kapja në kohë. Asnjë grua nuk duhet të neglizhojë shenjat dhe menjëherë sapo shikon që diçka nuk shkon normalisht me organizmin e saj, të drejtohet pranë mjekut specialist dhe do të jetë ky i fundit i cili do t'i orientojë për më tej, gjithmonë në rastet kur rezultojnë pozitive. Të falenderoj Edisona për këtë raportim të drejtë për drejtë.